Vendosjen e një administrate tranzitore në Ukrainë kërkoi të premten presidenti rus Vladimir Putin duke ripërsëritur kështu thirrjen për rrëzimin e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski dhe dëshmuar dëshirën e tij për të vendosur në Kiev një regjim me frymëmisore ndaj Moskës. Mund të diskutojmë me Shtetet e Bashkuara, e madje edhe me ato europiane, si dhe miqtë dhe partnerët tanë, nën patronazhin e OKB-s, mundësinë e vendosjes së një administrate tranzitore në Ukrainë. Kjo për të organizuar zgjedhje demokratike presidenciale, që do të rezultojnë në ardhje në pushtet të një qeverie të aftë, që do të ketë besimin e popullit dhe më pas të nisim negociatat me këto autoritete për një marrëveshje paqeje. Presidenti rus gjithashtu shpreh se trupat e tij ishin në avantazh në fushë betejë dhe ju bëri thirrje të shtonin sulmet. Megjithëse, siç u shpreh ai, Moska kishte ndalur sulmet e saj ndaj shenjestrave energjetike të Ukrainës. E kam thënë jo shumë kohë më parë që do t'i shpartallojmë dhe kemi arsye ta besojmë këtë. Në mënyrë të përsëritur, Rusia ka vënë në dyshim legitimitetin e Zelenskit si presidenti i Ukrainës, pasi mandati i tij 5 vjeçar mbaroi në maj të 2024-s. Në ligjin ukrainas, zgjedhjet pezullohen në kohë konflikti madhor ushtarak, ndërsa kundërshtarët e Zelenskit në Ukrainë thonë se zgjedhjet nuk duhet të mbahen pas përfundimit të luftës.